prindit janë një ndalues, pra janë akoma në atë pjesën e paragjykimit që mendojnë që nëse ti do shkosh te një psikologe, pra ti nuk je i smur dhe të shkosh atje. E kanë akoma këtë pjesën e paragjykimit. Po të rinë ndoshta edhe kjo pjesa që tani shikojnë nëpër media sociale, emisionet që ju bëni, domethënë janë një ndihmë shumë e madhe për të rinë, pra ju dërgoni mesazhe, përcjellni mesazhe që janë shumë të nevojshme dhe ne ju bëjmë thirrje gjatë gjithë kohës që nuk është gabim pra ta bësh këtë gjë. Ne jemi psikologu është një prind i dytë pra i fëmijës, e dëgjon atë pa i gjykuar. Ndonse prindi do ta gjykoj, psikologu e shikon në anën që nuk e gjykon, pra thjesht ta ndihmoj. Në cila fazë të ankthit janë pjesa e të rinjve? Se unë me sa di ankthi ka disa faza, disa agravime, apo thjesht shqetësime që prishin dhe emocionalitetin atyre gjatë ditës? Ankthi, pjesa e ankthit, ka persona që nuk kanë fare ankth dhe vinë të diagnostikuar vetë dhe më thonë mua që unë vuaj nga ankthi, them unë, po më trego shenjat që vuaj nga ankthi, mund të ketë një problematik të vogël, një debat me nënën, me babajnë, me vllajën, me motrën dhe mendon se ajo pjesa e argjitimit është gjendja ankthi.